Tragjike, makina me 5 persona ra në Humner humbi jetën 25 vjeçari zjarfiksi që shkoi në ndim ishte jati. Mbrëmjen e djeshme një makinë që ka rënë një urë në Gallura, provincën e Sardenjës, Itali, ku brenda ishin 5 të rinj, përpasoi një djalë 25 vjeçar humbi jetën. Aksidenti ndodhi përgjatë rrugës Baldu Langat në fshatrat në periferi të Tempio Pausania. Viktima quhej Omar Masia nga Kalangianus dhe ishte djali Massimiliano Masias, një zjarfikës në shërbim pranë stacionit lokal, i cili ndërhyri për të dhënë ndihmën e parë. Djali po kthehej nga një festë në një agroturizëm bashkë me 4 miqtë e tij. Makina, një BMW, doli nga rruga rreth orës 4 dhe përfundoi përmbys në një Humner. I riu që ishte në timon arriti të dilte nga makina dhe vrapoi në këmbë drejt një shtëpie aty pranë për të kërkuar ndihmë sepse në zonë nuk ishte sinjal telefoni. 3 prej tyre mbetën të bllokuar brenda në makinë. Ishte e nevojshme ndërhyrja e zjarfiksëve të Tempio Pausania, por në skuadrën që mbërriti në vendngjarje ishte edhe babai i tij. Miqtë Omarit, të gjithë 24 deri 25 vjeç, u nxorën dhe pësuan disa fraktura. Ai për fat të keq nuk ja doli. Jemi të shokuar, në Humner zbriti e gjithë skuadra dhe Massimiliano jon kuptoi se përpara tij ishte i biri. Të gjithë djemt u nxorën, u ngjitën sipër. I vetmi që fatkeqësisht nuk ja doli ishte Omar, shpjegoi për Republika komandanti i zjarfiksëve të Sasari, Antonio Giordano. U njoftua menjëherë për ato që po ndodhte nga njerëzit e mi dhe dërgova menjëherë një skuadër të dytë mbështetëse. Kanë qenë çaste rënqethse. Zjarfiksi nuk deshi të largohej nga i biri. Kolegët e mbështetën sa mundën. Omar ishte elektricist dhe po bënte një praktik. Edhe gjyshi i tij kishte qenë zjarfikës. Tani hetimet do të sqarojnë se çfarë ka ndodhur. Po merret në shqyrtim shpejtësia si shkak i përplasjes fatale ku humbi jetën i riu që ndodhej në sediljen e pasme. Po vlerësohen gjithashtu edhe kushtet e asfaltit, pasi ditët e fundit në Tempio Pausania ka pasur rreshje. Priten edhe testet për përdorimin e alkoolit dhe drograve, siç është procedura kur ndodh një aksident i rënd. Kam telefonuar tashmë personalisht shërbimin e mbështetjes psikologjike për Massimilianon dhe 4 kolegët që ishin me të gjatë natës. Të gjithë janë të tronditur nga tragjedia që ka goditur familjen tonë, shton komandanti Antonio Giordano.